Hashim Thaçi nuk është se e respektonin fort komandantët e zonave. Këtë e kishte vërejtur James Covey, i cili shërbeu në Kosovë si zëvendës i Bernard Koshnerit, gjatë një vizite që pati në shtator të vitit 1999, me qëllim që të binte ata për përmbushjen e kushteve të demilitarizimit të UÇK-s. Sjellja e tyre ishte përçmuese ndaj tij, dhe isha shumë i çuditur, i habitur. Këto fjalë i tha të martën si dëshmitar, i katërti me radhë i mbrojtjes në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit në Hagë. E mendova unë që zoti Thaçi ishte shefi i zotit Çeku, përgjigje absolutisht jo. Kovit ju prezantua një dokument ku pretendohet se Thaçi i ja kishte dërguar Bernard Koshnerit në cilësinë e komandantit të përgjithshëm të UÇK-s, në të cilin kërkohej që disa pjesëtar të kësaj ushtrie të mbanin armë. Dëshmitari që i prerë në përgjigjen e tij. Unë miku nuk e ka trajtuar atë si komandant. Mbrojtja ka filluar me paraqitjen e provave të saj më 15 shtator 2025. Paraprakisht kanë dëshmuar James Rubin, Paul Williams dhe John Stewart Duncan. Shënjestër.net